E ke vënë re që brezat e mëparshëm të zanatit ton janë shumë më të emancipuar se brezi jon? Janë shumë më modern. Po e shoh, madje e shoh edhe në cilësi pune dhe në gjithë. Në të gjitha, ndërkohë që është për të qarë që brezi jon ka të fuzle vetëm. Absolutisht. Nuk e përjashtoj Po, ku më shumë, ku më pak, diferencat i kemi të vogla. Jemi shumë më të vjetër se të vjetrit. më pëlqeu kjo si jetë. Jemi shumë më të vjetër. Pedagogët e mi, të dy, me të cilët kam punu, shikonin njëri tjetrin në punë dhe admironin njëri tjetrin në punë dhe e merrte veç dhe i thoshte shiko, këte e ke mirë, këtë duhet ta ndrosh, këtë bë, dhe i fliste haptas. Ndërkohë që me brezin ton kjo nuk ndodh. Po, Sigurisht se kur është nevoja për të fituar dy pare më tepër dhe për të luajtur nën brez, për të luajtur poshtë tavolinës, sigurisht që bëhesh agresiv. Po prapë më çudit si mund të jesh agresiv në këtë moshë dhe në këtë epokë, ku çdo gjë është e hapur, mundësitë janë të si ka pafundme. plot, po. Ata janë më të emancipuar se ne. Pedagogu im ka pas thënë, arti në Shqipëri është bërë azil për të rinj. Edhe ja përdor shpesh këtë fjali dhe fjalin tjetër, jemi katandisur mirë.